Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Bullet Point, me mua Fatos Soçoni, si çdo të shtunë në drek për të bërë një përmbledhje të ngjarjeve kryesore ekonomike të javës. Kemi nderin të jemi në praninë e profesorit asociuar doktor Mateo Spao, drejtor i Institutit Liberal Pashko, ekspert i njohur i ekonomisë. Profesor Spao, përshëndetje, mirë se ardhët në Bullet Point. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Së bashku me profesor Spaun kemi përcaktuar 5 tema për bisedën tonë sot, dhe pikërisht energjia, vend eksportues neto në 2028, eksporton platforma pra e njohur tashmë biznesi dhe Bashkimi Evropian, çfarë kërkojnë fermerët me fondet e reja të dhëna për ta për këtë vit, sigurimi nga tërmetet, tema e 4 dhe përmbytjet, sigurimi detyrueshëm, pse shtetëror, çfarë përfitojmë, sfidat dhe tema e 5, besimi në ekonomi 2026, një tregues që e mat banka jonë qendrore, pse biznesi beson. Si thua matjet e janarit që sapo u mbyll si muaj. Por le të fillojmë me temën e parë që kemi përzgjedhur, energjia vend eksportues neto në 2028. Profesor Spao, çfarë do të thënie ka projekti i parë i madh eolik ndër më të mëdhenj në Ballkan, në Tropoj, në gjykimin tuaj, pas miratimit të lesë ndërtimit para pak ditësh? Atëherë, së pari, elementi i parë pozitiv është që është një kompani amerikane. Është kompani serioze dhe si e tillë jo vetëm që do të zgjerojë aktivitetin e vet, ajo ka gja një aktivitet në Malin e Zi, do ta shtojë edhe në pjesën e Shqipërisë. Dhe aty ku janë interesat amerikane ka tendencë që të jepet një lloj stabiliteti më i lartë. Pavarësisht se Shtetet e Bashkuara me Europën kanë konfliktet e veta. Gjithsesi, përtej presidentëve të përkohshëm ka një, le të themi kështu, një bashkim të nëndeshëm kulturor, por edhe, le të themi kështu, institucional, në mënyrë të tillë që NATO dëshmon dhe ekzistenca e saj, dhe pra i gjithë koncepti dhe ideja është që perëndimi gjithsesi është një. Dhe ne jemi pjesë e perëndimit. Ky është lajmi realisht pozitiv. Pra, jo thjesht investim amerikan, por një investim në rritje në produktivitetin e energjisë elektrike dhe në shumëllojshmërinë gjithmonë të pastër të energjisë elektrike. Kemi trashëguar energji hidroelektrike, kemi ndërtuar ndërkohë energji shtesë hidroelektrike, jemi duke ndërtuar centrale diellore, dhe tani pjesa eolike, pra nga eolo që ishte perëndia e erërave për latinët. Turbinat me erë. Fikse, kështu që natyrisht energjia e erës është pjesa e fundit. Lajmi mirë janë gjitha të pastra, dhe natyrisht shumëllojshmëria i bën mirë Shqipërisë, shumëllojshmëria i bën mirë edhe një lloj pavarësimi energjetik të vendit nga një anë, një rritje të prodhimit brendshëm bruto të vendit. Dhe nga ana tjetër edhe një lloj rritje të sigurisë kombëtare, duke marrë parasysh se siguria energjetike është siguri kombëtare. Siguria energjetike është siguri kombëtare dhe jo vetëm, por për mendimin tim është edhe një mundësi e mirë që Shqipëria të integrohet gjithmonë më shumë me tregjet rajonale dhe europiane. Pra, në këtë sens më lejo të shpreh të gjitha të konsideratën pozitive për këtë rrugë, për këtë trajektore. Dhe shpresojmë që realisht për vitin 2028 t'ja dalim, që të jemi eksportues neto, sepse që në vitin 1981 Shqipëria ka importuar më shumë energji se ka eksportuar. Dhe situatat i kanë qenë shumë negative gjatë viteve 90 deri në vitin realisht deri në vitin 2007, ku u aprovua ligji për partneritet publik-privat dhe ku rifilluan ndërtimet për herë të parë nga privatët të centraleve hidroelektrike. Dhe natyrisht nga aty ka patur një evolucion pozitiv që herë më shpejt, herë më ngadalë, ka pasur gjithmonë evolucion dhe ka bërë që ritmi i prodhimit të energjisë elektrike në Shqipëri të rritet. E gjitha kjo ama është e mundur sepse jemi brenda, le të themi kështu, një vizioni të përbashkët me Bashkimin Evropian dhe me NATO-n, me aleatët tonë amerikanë, sepse natyrisht lufta në Ukrainë dhe gjitha problematikat e tjera kanë treguar, vetë Covidi ka treguar që kanë shumë rëndësi ato që janë elementet thelbësore, siç është energjia,
si që janë lëndët e para me cilat ushqemi, ku natyrisht duhet të merremi dhe Europa duhet të sigurojë pra të ardhmen e vetë. Në fakt, në pjesën e energjisë jemi në një situatë relativisht të mirë edhe të përmirësuar. Natyrisht, e mira nuk ka fund, sepse duhet të kemi parasysh menaxhimin e kompanive që merren me energjinë, sidomos ato shtetërore, duhet të kemi parasysh shumë çështje të tjera, ose EIA, ose TEIA, pra, cila është gjendja e jonë, duhet të kemi parasysh edhe ato që janë kërkesat e sipërmarrësve që kanë aktivitete prodhuese për të prodhuar dhe për të shitur. Dhe fakti që një sistem mund të ketë kosto dhe dhënia e mundësisë qytetarëve për të prodhuar energjinë e vet elektrike mund të jetë angazhuese, kjo nuk do të thotë që kjo gjë nuk duhet të bëhet. Pra, gjithsesi duhet të kryhet. Pra, po bëjmë disa hapa përpara, ka shumë rëndësi, por le ta shfrytëzojmë këtë vrull pozitiv për ta çuar punën deri në fund. Treguesi, pyetja edhe e fundit për këtë temë të parë, profesor Spau, treguesi që të bën përshtypje, me sa kuptoj, duke qenë se në 2019, 7 vite më parë, varësia 99% nga intercentralet për ne përbënte një rrezik strategjik, dhe ju e thatë me shumë të drejtë. 24 herë më shumë që nga i vit sot 9 deri në 10%, pra 1/10 është energji nga panelet fotovoltaike. Kjo jep në një garanci për ta? Duke qenë se kemi energjinë, domethënë që duhet vjen gjithnjë konsumi i energjisë në rritje, sidomos duke patur parasysh edhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Absolutisht po. Atëherë keni parasysh një gjë. Shqipëria ka ardhur në një situatë në vitet 90 dhe në dekadën e parë të 2000-shit, ku gjithsesi, sido që të prodhoi, energjia ishte tërësisht e pamjaftueshme dhe mesatarisht kishte 6 orë në ditë mungesë energjie elektrike. Pra, ndërtimi i hidrocentraleve ishte gjithsesi pozitive. Sigurisht, energjia e pastë e gjelbër. Sepse zvogëlonte këto orë mungesë. Por ngeli problemi të shumëllojshmërisë së produktivitetit. Pra, në momentin kur nuk binte shi, Shqipëria ngeli pa dritë. Ishte vërtet rrezik. Dhe gjitha lajmet në atë kohë apeshin si është kaskade drinit. Drejt. Rezervuari i Piersës. Shqipëria bëri dy investime strategjike, një me Marinezi, tjetër me Kosovën, duke rritur mundësitë për të importuar energji elektrike. Pra, dhe natyrisht ajo me Marinezi dhe me Kosovën ishin një zgjidhje e drejt për drejt për të importuar gaburime jo hidroelektrike. Pra, filloi një treg, le të themi kështu, ne na pëlqen ta quajmë përbashkët, por nuk është ende i tillë me Kosovën. Pra, kishim një mundësi, një disponibilitet për të importuar. Në momentet e nevojës tonë. Natyrisht, teknologjitë e reja dhe mundësia për të hapur këtë treg bën që natyrisht edhe energjia diellore të përdoret. Dhe kjo është element shumë i mirë sepse tregon që në rastin e tipik të verës, pra kur shirat në Shqipëri gjithmonë janë gjithnjë më të pakta, ndryshe nga dimri që e di mirë. Po, vjen me përmbytje për fat keq. Sakt. Edhe fundit, ditë e fundit. Pra, edhe gjatë verës Shqipëria mund të prodhojë shumë mirë energji elektrike dhe kjo gjë e bën atë më ndërkombëtarisht më interesante. Ndërkohë që duhet menduar, sepse mundësitë tona për të prodhuar energji elektrike janë ende për pjesën më të stërmale të pashfrytzuara, kështu që në këtë sens 2800 orë diell. Kështu që duhet parë pozitivisht, sepse është një biznes i cili ia vlen që të kryhet dhe ia vlen që të zhvillohet dhe të zgjerohet. Me lejen tuaj po kalojmë në temën e dytë, profesor Spau, Export On, që është platforma e porsa lançuar në ndihmë të eksportuesve tanë, biznesi dhe Bashkimi Evropian. Profesor, çfarë është kjo platforma Export On dhe pse u lançua dhe pse realisht mund të ndihmojë bizneset tona eksportuese? Është një platformë që ka objektivin të ndërlidhi. Unë kam botuar dhe një artikull në gazetën Mapo për këtë. Po, e lexova së fundi, se vërtet i thellë në mendim. Dhe realisht çështja është që kishim nevojë për një platformë të tillë. Një platformë që të ndërlidhi pak ato që janë nevojat, situatat, problematikat, por edhe statistikat të eksportuesve tanë, të aspirant eksportuesve, të gjithë prodhuesve që kanë këtë vullnet të mirë. Dhe kjo platformë të jetë edhe ndërlidhse me institucionet shtetërore.
ka një problem, dhe unë kam shkruar në artikull, është që eksportuesit janë ata që merren me bujqësinë dhe ata që merren me industrinë. Dhe bujqësia ka 6 vite në recesion. Pra jemi kujtuar pak sa vonë. Për bujqësinë, kjo është shumë e drejtë. Do të flasim edhe temën e tretë. Ende kam dyshimet e mia që po bëhet mjaftueshëm, sepse besoj se nuk po bëhet mjaftueshëm. Elementi tjetër lidhet me aktivitetet prodhuese, pra me industrinë, duke filluar nga ajo e lehta, por edhe industria e rëndë, se gjithsesi Shqipëria ka ato aktivitetet e vete industriale dhe në këtë aspekt edhe këtu kryeministri thotë mos na kërkoni të ndërhyjmë te kursi i këmbimit, dakord, mos ndërhyj te kursi i këmbimit, por ka mundësi për të ndërhyrë tek çmimi i energjisë elektrike, ka mundësi për të ndërhyrë tek çmimi i naftës, që janë edhe ato mjaft të rëndësishme. Kështu që në këtë sens, shumë mirë nëse ka një lloj veshi që dëgjon bizneset eksportuese, Shqipëria ka një mundësi të pafundme për të eksportuar. Kjo është gjë shumë e mirë. A e shumë shpresë për tregun e madh përbashkët ku do shkojmë. Dhe është tepër e nëmpërdorur kjo mundësi. Kështu që ka nevojë për prodhuesi shqiptar për një asistencë të drejtë për drejtë, jo domosdoshmërisht për para, por kanë nevojë për vëmendje. Sepse shpeshherë shumë problematika të vogla lidhen me pak lek, por duhet të jetë vullneti për t'i zgjidhur. Dhe në këtë sens, unë besoj se është domosdoshme që qeveria të merret seriozisht me këto problematika, sepse nuk është thjesht çështja e eksportit, është çështja e punësimit. Pra, duhen ruajtur disa vende pune dhe duhen promovuar ato, sepse në cila do të jetë situata teknologjike dhe sektorët e rinj, gjithmonë njerëzit do kenë nevojë për aktivitete bujqësore, për të ngrënë, sigurisht, dhe për të shijuar, dhe për aktivitete industriale. Për devices tonë amerikanët, pra për, do të them, objekte të ndryshme që do duhet të përdoren. Pra, sa më shumë pasuret vendi, aq më shumë kërkohet që këto produkte bujqësore të jenë sa më cilësore, sa më shumë pasuret vendi, aq më shumë kërkohet që produktet që prodhohen në Shqipëri të jenë produkte cilësore, dhe ato bujqësore dhe ato të llojit industrial. Kështu që në këtë sens rritet vështirësia, por duhet të rritet edhe përgjegjësia dhe duhet të rritet edhe kapacitetet edhe nga ana e qeverisë si koordinues ose ndihmës, si një arbitër, ta themi kështu, në fushën e eksporteve. Thatë bukur, falenderoj për këtë cilësim të fundit, koordinues dhe ndihmës, sepse nga ndonjëherë biznesi e shef shtetin dhe qeverinë që përfaqëson shtetin si dado. Praktikisht si dikush që duhet ta marrë për dorë, t'i japi kur nuk ka para, t'i japi para. Pra duhet realisht që edhe ndoshta sipërmarrësit tanë, sidomos ata eksportues të ndërgjegjësohen që ka mundësi të pafundme, sikur se thatë ju me të drejtë profesor Spau, por ama duhet një raport i ri me qeverinë, me të gjithë të sfidë të madhe. Të gjithë janë të gatshëm të kërkojnë subvencione, por subvencionet nuk mund të t'i jepen kështu kot. Nëse ne vendosim të subvencionojmë, unë natyrisht ndjek idetë liberale, pra jam për konkurrencën e lirë, për konkurrencën të ndershme. Dhe në këtë sens edhe instituti që ju përfaqësoni është i tillë, domethënë Instituti Liberal Pashku që të promovojë liritë ekonomike. Ka sjellë shumë kontribute lidhur me liberalizimin e ekonomisë, konkurrencën dhe konkurrueshmërinë, pra jo kapje e tregjeve në pak duar, por dhënia mundësi të sa më shumë individëve të bëjnë sipërmarrës, prodhues, eksportues, pse jo. Në këtë sens, ka shumë rëndësi që ne të arrijmë dhe të evidentojmë edhe ato që janë fushat ku pikërisht për të konkurruar në mënyrë të ndershme dhe të barabartë ndërkombëtarisht të vendosim subvencione. Ashtu si fushat e tjera ku ato nuk janë të domosdoshme, ashtu si fushat e tjera ku që nuk ka nevojë për subvencione, por ka nevojë për një zvogolim të burokracisë. Një qasje krejt tjetër. Dhe kjo bën edhe më mirë se subvencione. Shumë drejt. Pra eficientizimi i strukturave që ndërmjetësojnë midis shtetit dhe privatit, deburokratizimi i tyre ka shumë rëndësi, sepse jemi tashmë në një garë gjithmonë më të vështirë. Ishte thjesht të garosh dhe të fitosh kur je në vendin e 150 në botë, po kur je në vendin e 80 në botë. Ashtu është. Tu jemi ngjitur dhe sfida është shumë sfidat e vërteta. Pra në këtë sens dhe mbi ne
është vetëm Serbia në Ballkan. Kështu që vendet e tjera janë o si ne ose më keq se ne në Ballkanin Perëndimor. Pra Serbia, Malizi, drejt. Prandaj edhe sfidën e kemi akoma më të madhe. Keni parasysh që kemi arritur në një fazë të historisë sonë ku ganjan Serbia nuk është kjo kuçedër e madhe dhe është ekonomia më e madhe e rajonit, por ku ne nuk krahasohemi dot për mirëqenie për gjëra, jo. Jo, kemi filluar. Janë më mirë. Me aeroportin ndërkombëtar ja kemi marrë. Po tashmë krahasohemi. Po. Në vëllim pasagjerë. Ndërkohë që edhe vende që 30 vite përpara ishin të paritshme si Maqedonia e Veriut, në vitin 2025, janë shumë të krahasueshme me ne. Fondi monetar ndërkombëtar tregojnë që shqiptarët në dollar kanë prodhim të brendshëm bruto për person më të lartë se Maqedonia e Veriut. Kemi arritur t'ja kalojmë për Kemi arritur t'ja kalojmë në vitin 2025. Ende jo si fuqi blerëse, pra në Shqipëri çmimet janë më të larta se në Maqedonia e Veriut, por si të ardhura për frym jemi për herë të parë më lart se Maqedonia e Veriut. Diçka interesante, por edhe rëndësishme për të theksuar. Faleminderit që e bët profesor Spau. Pyetja e fundit për temën e dytë, a ndihmon kjo platformë, eksporton edhe bizneset e vogla dhe familjare, apo ato duhet të konsiderohen të shkëputura, të përjashtuara? Atëherë keni parasysh. Pjesëmarrja në një platformë të tillë në teori ndihmon të gjithë, në praktik duhet të kemi disa kompetenca. Okej, pra si ajo çështja, duhet të shkojnë në universitet mirë, e ke mbaruar shkollën e mesme? Janë disa kushte. Ka disa kushte. Pra, dhe në këtë sens, mundet jetë shumë e lehtë për ata që kanë kompetenca, për ata që dinë çfarë është marketingu, për ata që dinë të merren me administratën, për ata që dinë të televizën në mënyrë komode në një mjedis dhe në një horizont të kombëtar. Ndërkohë që do të them për të tjerët, duhet që të kemi një arritje të kapacitetit. Duhet ta tregojnë. Dhe natyrisht, i kanë këto kompetencë. Po, fiks, pra në këtë sens, le të themi kështu, duhet një lloj, është dhe një lloj thirrje për bizneset, për të arritur aftësitë të tyre. Por unë besoj se biznesi që ka arritur të eksportojë në mënyrë të qëndrueshme këto kompetenca i ka. Ka rezistuar, e ka marrë një diplomë edhe... kompetenca dhe ka ditë të bëjë dhe gjëra shumë më të vështira se sa të antarësohet në një platformë. Kështu që në këtë sens jam optimist. Ka shumë rëndësi që bizneset shqiptare të kenë ende dëshirë vullnet për të zgjeruar në Shqipëri dhe për të le të themi për të besuar të Shqipëria, sepse fakti që ne sot po krahasohemi me vende që deri 10 deri 20 vjet përpara nuk krahasoheshin. Duke ishin larg vitet drejt. Është pikërisht për merit të bizneseve dhe për merit të shqiptarëve që po punojnë me një vështirësi po punojnë në Shqipëri dhe po prodhojnë. Po kalojmë në temën e tretë, me lejen tuaj, çfarë kërkojnë fermerët tanë? Buxheti i shtetit për këtë vit, profesor Spau, ka shtuar me rreth 1.2 miliard lekë mbështetjen shtetërore për fermerët tanë, duke e quar në 6.4 miliard lekë. Është shifra më e lartë historikisht. Megjithatë, fermerët janë të pakënaqur. Pse në gjykimin tuaj? Është një çështje sasish, por është edhe një çështje cilësie. Pra, është e vërtetë që nuk më kujtohet era e fundit që ka pasur kaq shumë lekë në dispozicion për fermerët. Por më kujtohen vite në të cilën pavarësisht se ka pasur më pak lek, këto lek kanë vajtur atje ku duhej. Shumë e bukur kjo shpjegoj. Shumë e bukur. Dhe këtu ky ka qenë problemi real në fakt. Pse? Nëse marrim, le të themi, Shqipëria ka pasur ca raste suksesi, drufrutorët, arorët ose ullinjt, janë treguar dhe Barcoleta mbi këtë gjë, por kanë pasur efektivitet. Ka qenë suksesi i mirëfillt. Kjo është e vërtetë. Ato ka pasur vetëm 15 milion euro në vit. Ka qenë si skem. Po ka pasur efekt. Sepse ata që prodhonin dhe shumë se 4 herë më pak se sa tash. Pikërisht, ata që prodhonin dhe mbillnin, ata i merrnin lekët. Ndërkohë që skema aktuale kërkon të synoj ndihmën e ndërmjetësve më shumë se sa të fermerit. Nuk shkon paraja si thua aty në fush, në arë. Teorikisht ti ndihmon atë që i blen fermerit produktin, jo fermerin në vetvete. Unë besoj se nuk do ishte një gjë gabuar që ne t'i jepnim fermerit, jo vetëm drejt për drejt, por bashkë me atë t'i jepnim edhe një paket formimi. Çfarë dua të them? Të di çfarë mbjell, të di si të bashkohet. Shikoni, në Kinën e viteve 80,
për herë të parë pati një inversion të tendencës. Në vend të mblidhin tokat i bënin shtetërori, filluan ja kthyen mbrap fshatarëve. Dhe vunë re që ata, punonin tokën, por nuk dinin të prodhonin, nuk dinin të eksportonin. Qasja e famshme e quajnë lajt. Sakt. Pra, në këtë sens, shteti i formoj se si të ishin dhe si përmarrës, dhe si të ishin eksportues, dhe si... Pra, ideja... Mësoj me ekonominë e tregut. Ideja është, nuk jemi aq keq sa kinezët, dakord? Njerëzit ta nuk janë aq keq, në aq të prapambetur sot. Ama kanë nevojë. Ama kanë nevojë për një lloj adresimi. Pra, këtu currency, burimet njerëzore kanë nevojë të përpunojnë pak. Sepse unë jam dakord, edhe ndërmjetësit duhet të kenë një përqindje të caktuar. Po jo përfituesit kryesor. Por nuk mundet të jenë përfituesit kryesor. Shumë e drejtë. Dhe shteti duhet të sqarojë qartazi se kush janë kulturat që do të subvencionohen. Nuk ka sens që ne të subvencionojmë grurin në Shqipëri. Në vërtet. Sigurisht. Atëherë, ka sens që ne të subvencionojmë ato elemente me vlerë të shtuar të lartë. Thënë kjo, edhe çështja e grurit është problem, sepse 70% të importeve tona vijnë nga Serbia dhe Rusia, dhe unë do të isha pak më i kujdesshëm për të para kush janë alternativat e tjera. Po e mbyllim këtu pjesën e parë, profesor Spao, me njerë do t'i kthehemi pjesës 2 pas pak minutave pushim për mesazhet publicitare.